Kapitullin ngjashmëria e trekëndshave, po e fillojmë me përpjestimet. Dy raporte të barabarta formojnë një përpjestim. Kjo është dhe një temë përsëritje nga vitet e mëparshme. Për shembull, 2 të pestat është e barabartë me 6 të 15-tat. Po të shumëzoni kryq, 30 baraz me 30-ën, ose x përmbi 2 baraz me 3x përmbi 6, tu zakonisht gjejmë x-in, jepen raporte për gjetur të panjohurat. Në përgjithësi kemi a përmbi b e barabartë me c përmbi d, ose a pjesëtim b e barabartë me c pjesëtim d. Vetit e përpjestimeve. Në qoftë se kemi a përmbi b baraz me c përmbi d, ne mund të ndrojmë vendin e kufizave të brendshme, a përmbi c, b përmbi d, ose mund dhe të jashtmes as me d-n, d-ja këtu, a-ja d përmbi b, baraz me c përmbi a. Nga raporti vetia e dytë a përmbi b baraz me c përmbi d, ne i shumëzojmë kryqe dhe kemi a er d e barabartë me b er c. Ose vetia e tretë a përmbi b barabartë me c përmbi d, ne mund të i kthejmë anasjelltas b përmbi a, d përmbi c. Rëndësi ka që ky prodhimi a er b të jetë e barabartë me b er c. Në qoftë se kemi një varg raportesh, atëre ky është i barabartë shuma e paraardhësve përmbi shumën e pasardhësve. Ka dhe veti të tjera, por po të na duhen ne do t'i kujtojmë. Shembull, u ndani 36 topa ping-pongu 3 nxënësve në mënyrë që ata të jenë të përpjeshëm me numrat 2, 3, 4. Mund të shkruajmë x të parit përmbi 2, y përmbi 3, z përmbi 4. Zbatojmë këtë vetinë e fundit dhe shkruajmë shuma e paraardhësve x plus y plus z përmbi 2 dhe 3, 5 dhe 4, 9. Po x plus y plus z është 36, numri i të gjithë topave. 36 përmbi 9 ose 4, që këtu x-i deli barabartë me 2 her 4, 8. Y-i 3 her 4, 12 dhe z-a 4 her 4, 16, 8 edhe 12, 20 dhe 16, 36 topa. Segmentet të përpjeshëm tani. Raporti i segmentit AB me CD quhet raport i gjatësive të tyre. Segmentet AB dhe CD quhen të përpjeshëm me segmentet EF dhe HK nëse AB përmbi CD, do me thënë gjatësia AB-s mbi gjatësinë e CD-s është e barabartë me gjatësinë e EF-s përmbi HK, i shkruajmë shkurt ne. Bëjmë disa ushtrime. Pika M e ndan segmentin AB sipas raportit AM përmbi MB baraz me 1/2. Do me thënë segmenti AM është sa 1/2 e segmentit MB. Gjeni raportet AM përmbi AB dhe MB përmbi AB. AM përmbi MB baraz me 1/2, që këtu ne mund të nxjerrim që AM-ja është një pjesë ose 1x dhe MB-ja është 2x. E gjithë AB-ja 1x dhe 2x do jetë 3x. Shkruajmë raportin tani. AM përmbi AB. AM-ja është x, AB-ja është 3x, baraz me 1/3. Raporti tjetër, MB përmbi AB. MB-ja është 2x, AB-ja është 3x, e barabartë me 2/3. Pra duke
përdorur një të panjohur ndihmëse, ne zgjidhim shumë thjesht. Pika K e ndan segmentin AB sipas raportit AK përmbi KB baraz me M përmbi N. Gjeni raportet AK përmbi AB dhe KB përmbi AB. Është një lloj si e para, po më e përgjithësuar. AK përmbi KB baraz me M përmbi N. Kjo do të thotë që AK-ja është MX dhe KB-ja është NX. AB-ja është e barabartë me AK plus KB e barabartë me MX plus NX e barabartë me M plus NX. Zbatojmë këto që gjetëm. AK përmbi AB e barabartë me AK-ja është MX, AB-ja është M plus NX, thjeshtojmë X-in dhe del M përmbi M plus N. Dhe KB përmbi AB e barabartë me KB-ja është NX, AB-ja është M plus NX. X-i me X-i thjeshtohet dhe ngelet N përmbi M plus N. Jepen segmentet ABCD të tillë që A përmbi B e barabartë me C përmbi D, pra janë të përpjeshëm. B është e barabartë sa 5/7 e A-s dhe D-ja është 4M. Gjeni C në funksion të M-s. Atëre, A përmbi sa e kemi bën 5/7 A e barabartë me C përmbi 4M. A me A thjeshtohet, kjo shkruhet 7/5 e barabartë me C përmbi 4M, që këtu C-ja 4/7, 28M përmbi 5. Pra C-ja doli C-ja 28M përmbi 5. Jepet X përmbi 2 e barabartë me Y përmbi 3 e barabartë me Z përmbi 4 dhe X përmbi 2 plus Y përmbi 3 plus Z përmbi 4 baraz me 33. Gjeni X-in. Këto raporte X përmbi 2 e barabartë me Y përmbi 3 e barabartë me Z përmbi 4 e shënoj me T. Dhe kemi X-i baraz me 2T, Y-i del 3T, Z-a baraz me 4T. I zvendësojmë te raporti i dytë, 2T përmbi 2 plus 3T përmbi 3 plus 4T përmbi 4 baraz me 33. Që këtu kemi 2 me 2 thjeshtohet, 3 me 3, 4 me 4, 3T baraz me 33, T-ja baraz me 11, 3T 33, T-ja 11, X-ja është 2T, 2 herë 11, baraz me 22. Po kështu Y-i del 3 herë 11, 33 dhe Z-a, por nuk e kërkon ushtrimin. Një segment është i ndarë në 2 segmente në raportin 5:2. Njëri nga këta segmente është 45 cm më i gjatë se tjetri. Gjeni këta segment. Në qofse në segmentin e parë e kemi X, të dytin e kemi X minus 45, do me thënë i pari është 45 më i madh se i dyti, sepse kemi raportin 5:2, pra A-ja i ribes
si kurse pesa i ri dyshit, x-i i ri x minus 25-ës, si kurse pesa i ri dyshit, që këtu 5x minus 5 er 5, 25, 225, baraz me 2x. 3x-i i barabartë me 225, x-i që këtu del i barabartë me 3 tek 22 yn 7 herë, ngelet 1 te 15 hyn 5, x-i 75, x plus 25, x minus 25, 75 heqim 25, i bie 30. Pra njëri segment është 75 cm, segmenti tjetër është 30 cm. Brinjët e një trekëndshi rrinë si treshit e katrat e pesa, dhe perimetri i tij është 72 cm. Të gjenden brinjët e trekëndshit. Pra kemi A-ja i ri treshit, B-ja i ri katrës, C-ja i ri pesës, baraz me 72 kemi perimetrin. Por ne zbatojmë vetin. A përmbi 3 e barabart me B përmbi 4 e barabart me C përmbi 5, si kurse shuma e paraardhësve A plus B plus C përmbi 3 plus 4 plus 5 e barabart me A plus B plus C 72 përmbi 3 dhe 4 7 dhe 5 12 baraz me 6, që këtu A-ja 3 her 6 18 cm, B-ja 4 her 6 24 cm dhe C-ja baraz me 5 her 6 30 cm.